Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, sot është Groundhog Day, minus 25 Fahrenheit dhe ngrohja globale që na gjeti me pato. Çdo 2 shkurt, Amerika ndalon për disa minuta punën, politikat, bursën dhe debatën mbi ngrohjen globale për të pyetur një urith. Fill, thua ti apo ikën dimri? Dhe urithi del nga strofulla, shikon hijen, nuk e shikon hijen, ngatron hijen me kameramanin dhe kombi merr frymë thellë. Shkenca mund pres, po fjalën e ka urithi. Groundhog Day është një festë që i reziston logjikës moderne, me një këmbgulje për t'u admiruar, në një botë me satelit, superkompjuter dhe aplikacione moti që gabojnë vetëm pas 15 minutash, amerikanët zgjedhin të besojnë një kafshë që zgjohet nga gjumi dimror dhe jep parashikime me saktësi rreth 40%, me pak fjalë më pak se një meteorolog i lodhur, por shumë më simpatik. Këtë vit, Groundhog Day na gjeti me minus 25 gradë Fahrenheit, një temperaturë që të bën të dyshosh seriozisht mbi ekzistencën e ngrohjes globale, të paktën në lagjen tënde. Ndërkohë që ekspertët flasin për rritje temperatura, shkrirje akush në fundin e planetit, emigranti shqiptar në Amerikë del mëngjes dhe mendon: nëse kjo quhet ngrohje, s'duhet ta imagjinoj dot ftohjen. Dhe kështu fillon ironia e madhe globale, bota po digjet, ne po ngrim, në një ditë përvëlohesh në një vap rekord, ditë tjetër makina nuk mbizet nga i ftohti polar, ngrohja globale nuk na solli klimë tropikale, na solli kaos klimatik, një lloj Groundhog Day planetar ku stinët ndalin nga strofullat të hutuar. Për emigrantin shqiptar, ky absurd klimatik përputhet në mënyrë perfekte me jetën e përditshme. Çdo ditë zgjohet errët, shikon motin, shikon faturat, shikon statusin ligjor, shikon lajmet nga Shqipëria dhe kupton se dita përsëritet, si në filmin Groundhog Day, vetëm pa humorin e Hollywoodit dhe pa garanci për një fund të lumtur. Pranvera për shqiptarin në Shtetet e Bashkuara nuk matet me gradë Celsius apo Fahrenheit. Ajo matet me letra, me siguri, me orë pune, me pushime që shtyhen dhe me ëndra që ngrihen përkohësisht nga realiteti. Edhe kur termometri ngrihet, emigracioni mbetet një dimër i gjatë me sa ditë, me pak ditë me diell. Ndërkohë në Shqipëri, Groundhog Day festohet çdo vit me versionin politik. Çdo sezon zgjedhor e njëjti urrith institucional del nga strofulla, sheh hijen e vet dhe shpall dimri të zgjasë dhe pak, po pranvera po vjen dhe shqiptarët presin në kot, presin reforma, presin drejtësi, presin ekonomi, presin, derisa vjen dimri tjetër. Ironia është si Amerika, ashtu dhe Shqipëria jeton versione të ndryshme të njëjtës pritje. Njëra pret fundin e dimrit klimatik, tjetra pret fundin e dimrit shoqëror. Në të dyja rastet marmota apo urithi nuk marrin përgjegjësi. Ajo bën punën e saj. Njerëzit janë ata që vazhdojnë të presin. Edhe miti si Punxsutawney Phil është mbi 130 vjeçar dhe nuk plaket kurrë, tingëllon jashtëzakonisht modern. Në një botë që ndryshon çdo ditë, disa zakone mbeten të pavdekshme, ashtu si pritja shqiptare për pranverën, ashtu si premtimet politike, ashtu se shpresa do ta sjell vitin tjetër do të jetë më e mirë për PD-n, ndoshta apo jo, ndoshta këtu qëndron në mësimi i vërtet i Groundhog Day. Marmota nuk ka faj, as moti, as klima, as minus 25 Fahrenheit. Problemi është ku njerëzit presin shenja nga natyra, nga kafshët, nga lideret apo nga fati në vend që të ndryshojnë sjelljen e tyre. Ngrohja globale nuk zgjidhet duke pyetur urithin, as emigracioni nuk zgjidhet duke pritur mrekulli, pranvera nuk vjen sepse dikush e parashikon, ajo vjen se dikush vendos të veprojë. Atëherë, le ta festojmë Groundhog Day si duhet, me humor, një palë të trash, me ironi globale dhe me bindjen se edhe në minus 25 Fahrenheit shpresa është e vetmja që nuk ngrihet. Miru takosh.